dhe bashkimin, është bashkime e skuadër? Po, pa tjetër bashkimin, një kohë të gjatë nuk e kemi parë bashkimin që është konkuruse për titullin e kampionit. Ja, dhe një skuadër tjetër të ka befasu për të mirë. Vllaznimin. Pa tjetër vllaznimin gjithmonë është aty afër një organizim shumë i mirë. Skuadra është padyshim, ndoshta e ka merituar të jetë edhe në ato katërshën e play-offit, megjithatë është takuar me Prishtinën dhe aty kanë pasur ato telashet e veta, edhe pse kanë luajtur shumë mirë, kanë arritur, kujtohet si sot ajo ndeshja kur Prishtina avanson në ndeshjen e dytë të play-in, kur vllaznimi humb 21 pikë e fiton ndeshjen me 17 pikë. 38 pikë diferencë për një rënje shumë e madhe, edhe më pastaj vjen edhe shkuarja e një trajneri i cili nuk ishte as për afërt me ekipin që e udhëheqte, është ky Bilge i Prishtinës. E cila skuadër ju ka befasu për të keq? Ndoshta nëse e mendojmë në përgjithësi gjatë gjithë këtij edicioni. Ndoshta kam pritur më tepër nga Prizreni, nga Proton Cable Prizreni, por edhe kam pritur shumë më tepër edhe nga ekipi Golden Eagle Yllit. Mirë po, Golden Eagle Ylli startoi shumë keq me një trajner që kam thonë edhe këtu në emision, vetëm lagja e vetë ka njoftë atë, përveç që ka qenë Amerikan asgjë tjetër nuk ka sjell, pastaj disa përforcime që nuk kanë qenë në nivelin e basketbollit Kosovës, jo më të Golden Eagle Yllit, dhe aty pastaj vinë ato probleme të saj, edhe pse këndellit ka përfundimi i kampionatit me prurje të reja të basketbollistëve, pastaj edhe të Alesh Pipan, i cili sjell sado kujdo freski, mirë pa nuk arrin që të bëjnë diçka më tepër në këtë kampionat. Naim, cila skuadër sipas te i ka tejkaluar ato pritjet si vjet? Po, sipas meje, domethënë bashkimi ka qenë, e përmend edhe Blerimi, domethënë bashkimi ka qenë një prej befasive të këtij kampionati. Nuk po mendoj atë kuptimin befasi, mirë po për shkak mungesës një kohë gjatë në garat e play-offit ose në garat e finale, po bashkimi këtë vit ka hyrë me ambicie që me arrit edhe titullin e kampionit. E ka arrit atë qëllim, domethënë, ka arrit me e bë finalen e madhe me Trepçën, por befasi për mua ka qenë edhe vllaznimi, i cili unë mendoj që vllaznimi të gjitha ekipet e katërshës madhe që i themi ne atëherë, ose të gjitha ekipet e ligës i ka mujt. Mos të paktën një herë. Trepçën e ka mujt, Prishtinën e ka mujt 2 herë nëse s'gaboj edhe në Prishtinë, bashkimin e ka mujt, PN. Prishtinës ja mori edhe ligën unike. Prishtinën ja mori ligën unike. Kështu që vllaznimi ka qenë për mua një skuadër e cila nuk është prit me kon aty ku ka qenë. Për dështem ka qenë PEA, e cila nuk e di arsyet e organizimit më rëndshëm, po për PEA s'kon prit më tepër, që me kon më konkurrent. PEA ka dështu, Ponte Prizreni me ambicia i ka hyrë me ambicet më dhaja, po faktikisht o dësht me u përshëndet për i ligë, kështu që qëto janë befasit edhe... E mire, cila skuadër, në më thonë, ka dështu, po thu Ponte Prizreni edhe? Edhe PEA, për mu. Po të them edhe diçka, kur flasim për befasit të këndshme, për titullin e kampionit, freskia e këtij kampionati ka qenë ekipi Borës. Bravo, kena me arë edhe të Bora. Pikërisht. Okej. Një ndeshje e cila ndoshta ju ka mbetur në mendje, që thuni për shembull nëse kujtojmë këtë edicion, do ta kujtoj këtë ndeshje, cila ka qenë? Unë kisha përmend ndeshjen me finalen e madhe me Bashkimin, në ndeshjen ku në çerekun e dytë Trepça i dha vetëm 2 pikë. Domethënë, ata nuk e komponë në ligën tonë ndonjëherë që ka ndodhur, sidomos në ndeshjet finale. Okej. A Xhablerem, cili ka qenë rivaliteti më i madh gjatë këtij edicioni? Cila skuadra? Kur do të na hekësh këtë Axha? S'do ta hek. Po më vjen keq. Oshaj respekt. Absolutisht. Tash me bo me... Cila ishte pyetja? Axha. A Xhablerem, edhe një herë. Pyetja është, cilat skuadra kanë pas rivalitet më shumë të mesjete? Pa si gjithmonë është Sigal Prishtina dhe Trepça. Gjithmonë është ato. Po të mos ishte Trepça ose Sigal Prishtina, kampionati nuk do të ishte ashtë interesant sa që është. Edhe gjithmonë ato ndeshje janë ndeshjet edhe të shikueshmërisë së lartë dhe rivalitetit jo vetëm të lojtarëve, por edhe të tifozërisë.
Na kujtohet shumë mirë ajo fitoria e Trepsës Prishtinës e befasishme në Mitrovic, me ato 2 pikë të shënuara të basketbollistit të Prishtinës, cilë e për që shumë. Më të them që rivaliteti është gjithmonë aty ku luan Prishtina edhe Trepsa. Gjithmonë aty vendosin disa gjëra të vogla, më të them, edhe pse ndoshta në një moment Trepsa është më e mirë, por edhe Prishtina, kështu që mendoj që rivaliteti më i madh ndërmjet Trepsës. Kom pas drejt para 24 vjetëve, kur ja kom nua emrin El Clasico i basketbollit kosovar. Shumë më kanë kritiku për këta. Ka qenë viti 2001, kura pa të dhonë El Clasico i basketbollit kosovar pa të nalë qysh pe krason me Barcelonën edhe Real Madridin, por tash po dëshmohet... Nuk e ko marru ma Al-Bashiqi që ka shënuar atë pikë me shtyrje. Është e vërtet që derbit, të më thonë El Clasico që e ke thonë edhe ti, Trepsa Prishtina pa marrë parasysh në cilat pozita në tabel janë, na kena pas gjithmonë shikueshmëri në ndeshjet tona, gjithmonë ka qenë palestrat si në Prishtinë, si në Mitrovic kanë qenë plot. Pa marrë parasysh një periudhë kur kemi qenë edhe nasi në krizë edhe s'kemi pas rezultatet mira, Prishtina ka qenë superiore ndoshta, mirë po në Mitrovic edhe në Prishtinë në mush palestrat. Fakt. Dërem, cila